Të njëjtën gjë tani po e shpik te karburantet. Po, se tani fillojmë edhe me... Ku thot tani mbas 13 ditësh në qeveri, ku ka polici, administrat doganore, shërbim informativ dhe çdo mekanizëm dhe institucion tjetër të këtij shteti prej 13 vitesh që i raportojnë dhe i përgjigjen Edi Ramës, dele thot kemi naftë jashtë radarit. Po. Pra na ka dal nafta, na ka dal një pjesë nafte jashtë radarit dhe tani na duhet shpikim ose të rikthejmë markimin, por më thellë, sepse kemi marrë bojë më të mirë këtë herë. Se kishte më të holluar qeverisja e kaluar. Para që do të thotë kjo do të thotë që tarifa do të jetë më e lartë se sa ajo që ishte. E paralajmëroj. Po, se është boja më e mirë. Shëndetësore, patjetër. Edhe shpikim edhe një tjetër koncesion do gjurmojmë tranzitin, që është çudi sepse tranziti nuk është malli yt dhe ti nuk ke asnjë të drejtë, ti ke vetëm kontrollin e vulave si vend tranzit. Pra, sa jojnë këto lloj shfrytëzohet kriza e naftës. Se habitshme është që vazhdon t'i bëj me gjithë ato dosje të renditura në SPAK, me gjithë atë situatë ku e di shumë mirë që pavarësisht se drejtësia nuk arrin dot deri tek ai, po është në mbikëqyrje, në monitorim, është e habitshme kjo mënyrë, ky lloj sfidimi, kjo lloj arrogancë. Shiko, në fund fare ky është një bilanc kosto përfitimesh. Çfarë kostosh ka patur Edi Rama nga gjithë kjo? Përfitimet i ka marrë ai. Patjetër. Qokat janë bërë, aferat janë realizuar, parat janë zhdukur. Nuk dihet ku janë. Janë shpërndar për bler vota e për pasur. Zgjedhjet i ka garantuar. Kush janë kostot që ka paguar kryeministri nga gjithë kjo? Po pse se na ka mbyll Bashkimi Evropian derën për antarësi. Po kjo nuk është kosto që e paguan qeveria. Kjo është kosto që e paguan populli. Dhe por sa ko paguan populli është në rregull Edi Rama. Në fakt, duket sikur Edi Rama me arrogancën e vet ka shkuar dhe pak më larg, Ilga, po këtu do të duhet opinioni yt. Më ndihmo pak me dyshin i dashur Elkier dhe me pesën. Pra, një alarm i ngritur dje që është hyrë në rutinën në fakt ambasadave amerikane në botë, atje ku ka interesa të saj dhe ku mund të ketë element delikat të cilët janë të kushtëzuar dhe nga zhvillimet në konfliktin e lindjen e mesme. I ndjekim? Grupet e lidhura me Iranin mund të shënjestrojnë subjekte të lidhura me Shtetet e Bashkuara ose elemente të opozitës iraniane në Shqipëri. Ata gjithashtu mund të synojnë vende të zakonshme të tilla si vende turistike, qendra tregtare, hotele, klube dhe restorante. Ne i inkurajojmë qytetarët amerikanë të ushtrojnë vigjilencë të shtuar. Këshilli i Sigurimit Kombëtar është organ këshillimor në mbështetje të Presidentit të Republikës për ushtrimin e kompetencave dhe përgjegjësive të veta kushtetuese dhe ligjore. Këshilli i Sigurimit nuk merr vendime për çështjet që diskuton. Këshilli përbëhet nga drejtues të organeve të larta shtetërore dhe titullar të institucioneve të rëndësishme. Këshilli shërben Presidentit të Republikës si rregull për diskutimin e rekomandimeve për masa që Presidenti i Republikës përpilon për institucionet legjizlatuese dhe përgjegjësitë për sigurinë lidhur me përballimin e rreziqeve që i kanosen Republikës së Shqipërisë. Presidenti i Republikës është në kontakt të përditshëm me institucionet e Këshillit të Sigurimit Kombëtar dhe informohet prej tyre për çdo situatë dhe skenar, si dhe për të gjitha masat që merren në kuadër të protokolleve të sigurisë. Dhe ndërkohë kreu grupi parlamentar socialist e quajti teatr edhe nevojën që pati opozita sot për transparencë lidhur me masat e marra. Dua të një fjali vetëm për pjesën përparshme. Patjetër. Edi Rama po bën çdo përpjekje që lajmi që Shqipërisi është bllokuar miratimi i raportit i Bar të bëhet çështje e ditës në Shqipëri.